Viti 2025 shënoi një zhvillim të qëndrueshëm të tregut të automjeteve në Shqipëri, duke reflektuar jo vetëm rritjen e kërkesës, por edhe ndryshimin gradual të preferencave të konsumatorëve shqiptar. Të dhënat zyrtare tregojnë një treg më të larmimshëm, me burime të shumta origjine dhe me orientim drejt cilësisë, teknologjisë dhe eficiencës. Sipas statistikave të publikuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, pjesa më e madhe e automjeteve të regjistruara gjatë vitit vijnë nga Republika e Kores, e cila kryeson listën me mbi 1/5 e totalit të mjeteve të regjistruara. Pas saj, renditen Gjermania dhe Italia, dy tregje tradicionale për konsumatorët shqiptar, që vazhdojnë të mbajnë një peshë të rëndësishme në flotën e automjeteve në vend. Në të njëjtën kohë po vihet re një rritje dukshme pranisë së automjeteve me origjinë nga Kina, të cilat tashmë përbëjnë një përqindje të konsiderueshme të regjistrimeve të reja. Kjo tendencë lidhet me zgjerimin e ofertës së modeleve, çmime më konkurruese dhe përfshirjen e teknologjive moderne, përfshir automjetet hibride dhe elektrike. Ndërkohë, automjetet nga Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara vijojnë të jenë të pranishme në treg, duke plotësuar spektrin e gjerë të zgjedhjeve për konsumatorët. Ekspertët e sektorit vlerësojnë se kjo shumëllojshmëri burimesh tregon një treg më të pjekur, ku blerësit janë më të informuar dhe më kërkues në lidhje me sigurinë, performancën dhe koston afatgjatë të përdorimit. Orientimi drejt automjeteve më efikase dhe me standarde më të larta teknologjike shihet gjithashtu si një përgjigje ndaj kostove të karburantit dhe ndërgjegjësimit në rritje për çështjet mjedisore. Nga ana tjetër, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka theksuar se rritja e tregut të automjeteve shoqërohet me përpjekje për modernizimin e shërbimeve të transportit rrugor. Digitalizimi i proceseve të regjistrimit, kontrolli teknik dhe shërbimeve për qytetarët po konsiderohet si një hap i domosdoshëm për rritjen e transparencës, përmirësimin e sigurisë rrugore dhe lehtësimin e aksesit në shërbime publike. Autoritetet vlerësojnë se këto zhvillime krijojnë bazën për një treg automjetesh më të strukturuar dhe më funksional, duke kontribuar në përmirësimin e përgjithshëm të sektorit të transportit rrugor në vend dhe në parafrimin gradual me standardet europiane.